U tha ma heret, viziton Kekun, unë e di që kanë marrë dënime, pa të dënime dhe që kanë, kryesisht punëtorëve që në ku për dhejtat e tyre, Kekut. Nësa është unë nuk e di që mund t'jetë një dënim, një inspektorat për sigurinë punë. Unë nësa është që kur nisën nga shtëpia, se lema gjatë ditës kudo që tjetaj, qoftë taksist. Do mos të bojt mallë të kompanisë. Pa tjetër. Pse këto raste nuk evidentohen, vërtet edhe për mua është e pakuptimit. Sepse unë mendoj që ma shumë inspektorati evidenton si raste të aksidentit. Si aksident është regjistrum, po si vdekje. Se vdekja ka ndonë mas 2 muaj dhe ka me si aksident. Po unë cilësi të ekspertit, ne mermi e bëjmë një vit ku që them deri të aksidenti. Mas aksidentit ka punë inspektorati, ka punë ndërsa sindikata, shëndetësia, policia. Po ne deri këtu, nuk isha adhurus i kësaj që të bisedojmë si ta ndalim të aksidentin, pse s'po bisedojmë këtu, pse s'po ndalim të aksidenti. Ku tha ma heret, viziton Kekun, unë e di që kanë marrë dënime, pa të dënime dhe që kanë, kryesisht punëtorëve që në ku për dhejtat e tyre, Kekut. Nësa është unë nuk e di që mund t'jetë një dënim, një inspektorat për sigurinë punë. Që është ex officio, me e initsu inspektorati pa ankes. Absolutisht. Unë nuk di që kjo mbetet kryeinspektorit të zbëre këte, po rastet kryesisht janë që në ku për dhejtat punës, për pagat, për ndoshta për kontrata, për këto. A kur gjoje të thonë për sigurinë punës? Absolutisht. Jam shumë i bindun. Kur tha ma herët institucionet publike, pse ne kompania jone, dhe çdo kompani që punon merr me sigurinë punë, i bëjmë kontrollet e shkollave private, ambulanta private, spitale private, po as i spital shtetënor, nuk di spitali vitin e fundit duke që ka bërë një vlerësim të rrezikut edhe trajnimet i kanë bërë, po shkollat publike, si çfarë gjendje i kemi, kopse çfarë gjendje i kemi. Domethënë, nuk është vetëm siguria në punë bën nga skelet. Nuk ka vetëm faktori traumatik që quajmë na, po janë faktorë të rrezikut që janë faktor fizik, kimik apo biologjik.